çështje goxha të rëndësishme. Po I referuam si të rëndësishme, këtu flasim konkretisht për çështjen e zgjedhjes së presidentit apo presidentes, varësisht nga emri që do të propozohet nga lëvizja vetëvendosje, për çka tashmë ka nisur takimet dhe diskutimet. Dje pati një takim mes kryeministrit të vendit Albin Kurti, një herësh edhe kriju I vetëvendosjes, ai pra që ka një shumicë parlamentare, dhe pati një takim me homologun e tij nga Ligia Demokratike e Kosovës, pra me kryetarin e kësaj partie, Lumir Abdigjiku, I cili pra pas takimit që patën u dakorduan se duhet pra për një konsensus, për një bashkëpunim tutje dhe mbetet të shihet se çka do të ndodhë, pra ende pa një përgjigje konkrete. Ndërkaq, sa I përket Partisë Demokratike të Kosovës, Kurti ka zhvilluar gjithashtu një takim edhe me liderin e kësaj partie, ku sigurisht diskutoi për çështjen e presidentit. Çka do të ndodhë dhe si do të shkojë gjithë ky proces, por jo vetëm. Pra kanë mbetur edhe 8 ditë deri në përfundim të afatit kushtetues për zgjedhjen e presidentit, pra propozimit për një emër, mbetet të shihet se çka do të ndodhë. Do të flasim me të ftuarit tanë në linjë të drejtë për drejtë. Tashmë kam Frosher Osekun dhe Visar Dilin. Mirëmëngjesi për dy dhe faleminderit që jeni me ne. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Po I nisim me ty Visar, pra 8 ditë deri në përfundim të afatit kushtetues. Çka presim? Shiko, fakt kemi besu shumë që dinamika do të jetë më të fuqishme sa I përket zgjedhjes së presidentit ose presidentes së ardhshme. Duket qartë që tashmë zgjedhja është te dera. Unë vazhdoj të besoj fuqishëm që Zoti Kurti është duke vazhdu dhe duke lujt politikisht me partitë politike. Një ndër lojat të cilat I zhvilloi ishte edhe vizita e tij në Prekaz. Ndonë se nuk besoj që mund të kemi dikon nga familja Jashari për president. Unë besoj fuqishëm që zonja Osmani do të jetë kandidatura e vetme, por edhe presidenti ardhshme e Republikës së Kosovës. Në këtë fazë situatë ku ne gjendemi, nuk besoj që mund të kemi një personalitet tjetër I cili edhe mund të shërbente Zotit Kurti, por edhe mund të shërbente Kosovës në arenën ndërkombëtare. Mos harrojmë që zonja Osmani nuk është që ka pas një paraqitje shumë të themi sublime dhe të mirë si presidente për periudhën e saj sa ishte në krye të shtetit. Mirë po paraqitjet e fundit ndërkombëtare kanë ngjall interesa ndërkombëtare. Kemi parë dje edhe disa nga ambasador të cilët kanë vizituar qeverinë e Republikës së Kosovës dhe unë siç e thash në fillim, besoj që zonja Osmani do të jetë përsëri presidente, sepse nuk kemi kohë, edhe Zoti Kurti, Zoti Abdigjiku dhe Zoti Hamza e deklaruan që nuk kanë persona me libresë partie të cilët mund edhe të garojnë ose të jenë president të ardhshëm. Prandaj nuk besoj që edhe do të kenë interes të shkojnë në zgjedhje, sikur Zoti Kurti ashtu edhe opozita, sepse rezultati I fundit e ka determinu që Kosova tashmë e ka një përfaqësues. Kosova ka pushtet, pra kemi qeverinë, kemi kuvendin, dhe në këtë rast këto parti politike duhet të ulen të gjejnë një konsensus të përbashkët dhe të kemi zgjedhjen e presidentit ose presidentes së re. Po, Frosher, dua të pyes pikërisht për këto çështje për përmendi Visari goxha shumë tema. Preke fillimisht tha që nuk beson që do të ketë një kandidat nga familja Jashari, pra I referohet të vizitës së Kurtit në Prekaz. A je edhe te I pajtimit pra që u përdor si lojë nga Kurti? Absolutisht një lojë. Mas poj ka qenë dita pavarësisë Kosovës, e cila më shku të familja Jashari të ishte absurde. Po që tash analistat kanë qenë me bo pak kështë analistë në thojza, pse do analistë, pse shkoj të familja Jashari? Po qysh mos me shku të familja Jashari? Pavarësia është faqë të nuk ndërhyva. Masanis direkt me ndërhy. Amonit kaftë. Do një më ndërhu. Pra, qëka loja pse u shku, a ka dasht, është politika tine, kjo është me bo analistë, më fali, idiotike. Sepse mos me shku të familja Jashari në ditën e çlirimit, ose në ditën e pavarësisë, ose në ditën e marsit, është shumë absurde. Falëndërimi janë nisin gjithmonë me i taku atëve, falë atyve sot e kemi Kosovës që kemi të pavarur.
Pra, do ishte absurde me qenë. Pa këta që do me bot politik nga ana a shku. Mës me shku pëse nuk shkoj, se pranoj. Me shku e pëse shkoj. Pëse të vava, shtu të vava, tipike. Për që ta kështë që nuk është farë do një panik të madhe që shkoj. Jo, këtë regull është, proces normal. Pra, po thua që... Por ta me shumë shkurt me ndëry. Po, Visar, po. Pikës pari, Zoti Kurti nuk ka shku në ditën e pavarësisë, Zoti Kurti ka shku par pram, që i bjen data 22 shkurt, janë 5 ditë mas pavarësisë, nuk ka shku gjatë ditës me protokoll shtetëror, po ka shku mbrëmje, tikon rreth orës 9 ose 10. Unë nuk jam kundër. Do të më shku sipas tjetër të mirë. Ta jetë të kuptoj analizën e juve. Duka më konë, sipas që duhet më konë, sipas që duka më këtë familja Shari, me një lloj protokolli, me një lloj kohe, edhe kur shku përpara keni anku pse u shku. Edhe kur shku ditën e pavarësisë ne anku pse anku shku. Edhe tash ankohi, nice të katohen keni anku. Deklaratat mia pse Zoti Kurti ka shku. Unë jam të marrë në mënyrë kronologjike, komplet situatën, edhe duke marrë parasysh që është Vjota ka pas ka qenë shkëlqyeshme. Kronologjia jote nuk përgjurën. Shkëlqimi i Vjotës ka qenë po në Kombët e Bashkuara i ka marrë gratë të dhunuara, i ka udhë përpara Vučićit, përpara Serbisë. A do me fol? Ha të foli, kërkoj foli këtë dhe. Pra, Vjosa Osmani gjithmonë ndërkombëtarisht ka qenë e shkëlqyer. Kur thuti minutë ko të funi, na vjen me të pas far analize. Hajde të fos këtë kishte tash na ka shfaq si kishte Trumpi bedone. Kjo analizi është idiotike për vllazko. Na shta shumë herë supajtu me Putin, supajtu me Putin, nuk pajtu që u po do të Putin. Në aspektin ndërkombëtar, zonja Osmani ka qenë shkëlqyer. Këto ta thash edhe unë, nuk e di jam dëgjova. Jo, ta kohë të fundit. Ka pëlqyer video, kohë të fundit. Unë presë pjesë e medjave zonjen politike në jashtme, dhe zonjës Osmani çdo herë kom aplauzu. Gjithmonë ka qenë, po të fundit, vetëm e ceke kohë të fundit. A unë po them këtë kohë ka qenë briljante. Ndërkombërisht ka qenë briljante. Ka pas shumë të mirë. Çfarë po du me thonë Arta është që nuk mundemi definitivisht mi shtrëmnu gjanat, që i bën edhe frashën një pjesë tëne. Unë e thash që nuk jam asnjëherë kundër vizitës së familjes Jashari për askënd. Unë shpresoj që vizitat atje të shpeshtohen e të bëhen e mas më të madhe, sepse për ne shqiptarët Mekë e Qabe kemi prekazin. Kështu që as nuk jam kundër pse Zoti Kurti ka shku, mirë po, forma, do të thonë, që Zoti Kurti ka shku, ai duket që ka shku si më shumë në një nej private, pastaj të relativizohet. Ta dëgjojmë deri në fund se kur po flitet dyt, pastaj po krijohet një lloj zhurme që nuk po kuptohet asnjëri pastaj. Ta dëgjojmë deri në fund dhe ta fjalën. Dhe të tentohet një farë forme të hidhet baltë mbi analizat e cilat ne i bojmë është definitivisht jo në rregull, sepse unë e thash, Zoti Kurti ka shku 5 ditë mbas pavarësisë, ka shku në mbrëmje kur protokollet shtetërore shumicën e rasteve përfundojnë. Nuk ka shku me protokoll shtetëror, nuk ka pas vizitë tek varret për brenda familjes. Ai tha kemi diskutuar me Bacën Rifat tema të ndryshme. Tash ai ka unë në sytë e mi, duke njohur edhe nga afër Zotin Kurti, edhe për shumë vite si shërbys në lëvizjen vetvendosje, unë e kam pa që Zoti Kurti ka shku vetëm për ta bërë një lojë politike dhe për t'i tentuar që zonjës Osmani t'ia siguroj votat me vizitën e tij te Jashart. Ky është mendimi im. Nëse frashëm... We agree to disagree to an angles. Pajtohemi që s'pajtohemi. Në mënyrë, unë s'kum dëgju ti kur në herë të anku, kur ka thonë për dëkeja, unë nuk shë kur t'i dhe familje Shajt, na që kemi përgjësi, pëse du në shku të familje Shajt, aty interesant, nuk i po ku farë kronologjia, që u shë nuk jetë të marrë, tash të më ndëri, një kronologi, të marova, një kronologi që është ka ndodhë që për dëkeja, u ndalu të shkuajt brenda të familja Shajt, që të kronologi, kur së keni përdorë? Pra kja,
analiza kronologjike që do t'i përmend, edhe që po duka me marrë një lloj leje në zyrtare, me shku te familja Shari. A disa herë më shku te familja Shari, më ka pitë për të rifat. S'ko pas as zyrtarisht mirë, mrena ka qenë mrena e mund ku pi kafe me ta. Është krejt gjë normale me vllai. Aty shkuat është gjë më krenarishëm, më gjë më e mirë që mund të ndodh. Me shkuat aty është si më kshu Mek, si më shku Medinë, si më shku në Vatikan, që aty kemi. Po nuk shkova aty është idiotike. Ti dush me bo analizë edhe mi kritiku ata që se shku, që ka thonë nuk shkojmë atjena, se nuk i kemi pas të duhur që du të me shku të familja Shari. Aty dush me marrë ti kritiken. Jo atë që shkojnë. Trashër, unë nuk arri me kuptua, jetë në kuptu atë që më të thonë nuk jetë e kuptu. Unë të thash, Zoti Kurti nuk ka shku në formë zyrtare, ka shku në formë private, ka shku në mbrëmje. Ka të keqe, pyetja ime, unë këtë punë, unë pyetja ime, po është të keqe, po është të keqe, po është gabimi. Mos tento me shtrëmdu muhabetin, nuk jam të thonë që ka të keqe. Jo, politikisht ka buë për të klone, po është të keqe që shku edhe nuk përdoret familja Jashari për lojra politike. Sa haru nuk përdoret, jeni shku për para për të kjo shku atje, mirë kishte zyrtare, ja ndodh frafite të zgjedhje ka përdorur që frafit. A i ka për hajgare me mua? Më së thuj që i ka për hajgare me mua qëtash. Qëfar e rritë që janë për dora, e ka pas dorën, me që dorë u konë në zgjidhe një kodë gjata. A së thuj që janë për dorë. Unë nuk kam bëj fare. Nuk është për dorë, kjo shku me merë për mund. A për duka unë me pas diçka, një dhe zyrtarisht me shku të familja Shari, unë së kuptoj, për kundër si, të dush me rëshë plakët më aplaus. Shkot vetëm në forma zyrtare të familja Jashari. Unë jam të thonë që familja Jashari është familje emblematike, e cila nuk përdoret për lojra politike, por që na politikanët i kemi të paftyre dhe përdorin si ata të kalumit dhe si të tashmit familjen Jashari. Ata ka përdor politikisht në grafia ndonjë. Tregom Albin Kurti që ka përdor një frafi që do në rivatin edhe në qëton në zgjedhje dalë si plakat. Tregom ti mu njëherë. Pra paftyrsin, nuk është pisi të kje korekt se analist. Nuk je shumë korekt. Nuk je korekt. Bo si krahe luftet, do me frafi që ajo frafi ka qenë në këtë zgjedhjeve për para. Në qëfë se marë manë. Tregom ti mu që ka përdojnë një Kurti, baci rifat, apo të ndonjë një antarë të familjes Jashari që ka marë mesër atë do në zgjedhje. Pra, mas me thuj këta, se atje i ka gënjën publiket me tema. Qëllimisht të bëjë, qëllimisht nuk e di. Në atë formë se nuk ka qenë pjesë e luftës, nuk ka qenë asë në shtab përgjithshëm e asë ushtari UÇK-s për ta përdor fotografinë edhe për të dalë. Unë po them që jem kundër, edhe ata të kalumen kur e kanë përdor, edhe në të sotmen kur përdoret. Familja Jashari përdor sot trafia që do edhe pyetje ime konkrete, që është një plan me lojra. Tregom më një herë që lëvizja vetë vendosje e ka marrë një trafik që punë me pati me bateri fat ose me ndërtar edhe ka përdor në gjatë zgjedhjeve. Asnjëherë. Pra më thonë kështu kjo është me lutë me fjalë, e këtë se unë së ha. Ta thonë të kalumen për partitë politike të së kalumës, do të thonë ato të cilat kanë fituar zgjedhjet në të kalumen duke përdorur figurët e Adem Jasharit dhe familjes Jashari. Unë jam kanë kundër atyne, jam sot kundër këtyne të cilët shkojnë në ora 10-11 natës, vizitojnë familjen Jashari edhe tentojnë politik duke tentu të vë presion mbi partitë opozitare. Me familja Jashari natën me vizitu, po të mos i pas teje, në gjithë edhe muzikanti i shaqin e esme bo me dash me shku atje, se masi ku ka familje embleme, po duke me bo njërë zyrtare me shku. Para se me që mos ta zosin tute, sepse duhet diskutojë tema tjera, Frosher dhe Visar. Dua ndalim të kjo çështja që për zgjedhjen e Osmanit, a do të jetë realisht Osmani i vetmi emër që do të propozohet për këtë çështjen po mendoj për president, pra do të jetë Osmani i vetmi as zgjidhje, sepse Visari tha që është e vetmi as zgjidhje do të jetë Osmani president e vend, apo ai është ti Frosher për këtë? Shiko, kam me zgjedhje LDK-ja. Hikmeten, që thotë unë kam probleme listën serbe, kam Albina, kam me zgjedhje për LDK-ja. Po është besë kam me zgjedhje. Tash me njëri njëri që ku e pote macën e bo ndërkombëtar, më s'kofshë gabim Kallubi ka pas që vjose patësit, 81% popullit e do në vjosin, 81%. Pra për mendimin tim, një person që ka pas sukses ndërkombëtarisht, një, dyta,
që ka përfaqësuar Kosovën bukur. Mendoj unë. Natyrisht pajtu me Albinin shumë herë jo, po është presidente. S'do më thotë që duhet më pajtu gjithmonë. Ka qenë, është e zgjuar, artikuluar, ka pas disa gjëra që ka bërë fantastike, kështu që nuk është diçka të keqe, pse me hek diçka që funksionon. Vetë të shqiptarë ndodhë, diçka që është e mirë, me hek, hajde se tash unë për du. Edhe për të kjo, që nuk është e pa që ka u fjalë të vjetë, tha fillim, ma në manë gjatë zgjedhjeve, tha ke nuk him na pas me bo, ma fol me neve, nuk him e diskutu, nuk e vetojmë, nuk bëjmë këto, nuk e bëjmë këto, në fund këtë i bon, edhe në fund du taku në Albin Kurtin. Pra, këta janë të bolloja. Edhe unë jem sigur, tash edhe herë, unë jem shumë i sigur që vjosa ka muzike, s'ka problem. Është absurde, idiotike, po e gjafë se dole të më shku me vota regullja, shku me zgjedhje prapë. Ate kam e poli dëkja vetë si Ramushi me dalë pension kret, edhe për dëkja si li dëkja sot. Urnoni? Po, Visal, nëse mbesim të kjo, si ke po realisht të takimet, a eshe dikën nga opozita krahas deklarimeve, pra që dhanë liderët, a eshe ti dikën nga opozita që mund t'jetë pra një emër, një kundër kandidat, mund të them kështu, që do t'ishte për president ndaj Osmanit, për ballë Osmanit? Jo, të dy krerë të opozitarë deklaron tashmë që asnjëri, as personalisht, po as brenda partive nuk kanë të zgjedhur për emrat të zgjedhur për t'i dërguar në vot besim për president. Kështu që duke qartë që zoti Kurti o ka bërë me dije, ndoshta edhe brenda takimeve që vetmi alternativë mbetet zonja Osmani. Nuk kemi momentalisht as nga shoqëria civile emrat të cilat mund të themi që mund të shkojnë dhe të tentojnë të mbledhin votat ose nënshkrimet e deputetëve për president. Prandaj, unë i shoh tash definitivisht i kemi vetëm këto dy opcione, ose të shkojmë përsëri në zgjedhje, gjë që e thashë më parë nuk është zgjidhje. Ramushi ka thonë është jam i gatshëm. Ramushi, okej, i kanë lidhë në shkrimet. I kemi edhe një opcion tjetër. Unë nuk e pas në dëgju deklaratën e zotit Haradinaj që ka thonë jam i gatshëm, përkundër unë kam dëgju të kundërtën që zoti Haradinaj nuk është i gatshëm për të qenë president. Ai edhe për këtë arsye në farforme. Kish më lak se promo ka thonë ka deklaruar vetë kë Paleka Moskovsha gabim. Ka thonë që nëse dikush është që bën unitetin edhe kërkohet, Ramushi është i gatshëm. Çka ka folë vëllachko? Paleka është i dytë apo i tretë? Nuk kam dëgju deklaratën, nuk e kam dëgju. Po ta kisha dëgju patjetër që të kisha thënë në rregull. Shiko, ambicjet janë personale, secili mundet me pas ambicie për të qenë. Ma ti për humor tash më thonë, mëse më ke sill ta lutë, pak. Jo, absolutisht, jo. Secili mundet me pas ambicie për të qenë president. Tash nëse dëshirojmë ta kemi një president, themi në aspektin e fuqisë, edhe në aspektin e përfaqësimit të UÇK-s, edhe të vlerave të luftës, edhe me përfaqësu presidentin sipas kushtetutës, nuk besoj që momentalisht në skenën politike kemi dikë përveç zotit Haradinaj i cili i përmbush këto kriteri. Të gjithë ne kemi të këqija tona si persona, si individ, është pas dhe i kemi gjinohet me katet tona, gjë që është besoj më ose normale. Mirë po nuk mund të themi që zoti Haradinaj nuk është figurë për të mos qenë edhe presidenti i Republikës së Kosovës. Tjerat janë rrethonat politike që sot ndoshta zoti Haradinaj nuk ja mundsojnë për të qenë president, por unë për veten time do të isha shumë i lumtur sikurse në përfundimin e marrëveshjes Kosovë-Serbi të kishim një përfaqësues të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, qoftë në rolin e kryeministrit, presidentit ose edhe kryetarit të parlamentit, sepse ndoshta kjo do të ishte edhe vula për Republikën e Kosovës. Unë besoj që kjo është mandati. Nuk mundesh më konë më burr edhe peshkatar, e beton diminiera së aeroplani se më konë peshkatar. Shiko, ti jemi qartë. Vetëm shikon që nuk dërhiva. Pra vetëm që ke qenë pjesë u QK-s, do më thonë që mund nuk kona diçka që duhet të konë një njëri që le bën marrëveshje për paqen mes, po çfarë thot për paqen, të shteteve mes Serbisë dhe Kosovës. Pra, nuk ma merr mendja që vula është ajo. Vula mund vini njëri që e duron presionin, që ka njohuri.
A kupton, nuk është, jo për marrim si një lloj ambleme, mos ovi vllai, ka kaluar ako. Shiko, unë për Ramushin, për çdo respekt e ulja për kuli komen, e puthi komen për luftën. Ja keq politikë është zero. Po nuk më vjen në një njeri e cili për fat keq, për mendimin tim, politikisht nuk ka kapacitet. Absolutisht jo. Kush që tamaj, s'ka kush mas familjes shoqërore është familja Haradinaj, ka një shumë për këtë dhana. Mund ta dëmë shopin për shqiptarën, po politikisht vje keq nuk është për politikë, vje shumë keq. A këtë përgjigje ka jo populli, tash nuk mund të më thonë ti është mirë sepse ku në çikë. Po a disa një ku në çikë. Po Frashën e sot dhe Vjosa Osmani kandidon vetëm me listën Guxon, nuk besoj që mundet më marrë më shumë se 5-6%, atëherë i vjen që asaj nuk i takon presidenti. Ne falim për kapacitet, apo jo, ndërkombëtar, si president. Të 81% popullin ku kam pyet e do Vjosën. Pra këtë rëgën që Kosova don një dyta. Ndërkombëtarisht ka qenë mirë, bra vllachko. E tash nisan që u koni një, unë s'kuptoj qysh është të mundshme mi hek, hajtë si hekim këto që ka pas sukses, e përndon dikën tjetër se është lloj fytyre. Kallëzom aty një ndërmars në botë, për shembull Bill Gates në ndërmarrje tjetër që hekin një që ka suksesin më të mirë në botë, për hekim këto për bëjmë një që edhe na shtaj të mirë. Mane më burr, nuk është më ke para ne kena kuptuar që këto dy mandate, prej që është themi presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zoti Trump, që nuk e ka hiç haberin politikës. Edhe po politike nuk e bën individi, politikanin e bën ose udhëhecin e bën këshilltarët. Për çka ta pyeta sa këshilltari ka zoti Kurti, sepse në opinionin publik zoti Kurti neve na del që është një njeri përveç se artikulum, i lexuar, i meqshëm, i dijshëm, por i ka 20 ose 30 këshilltar mbrapa tij, për secilën time ka një këshilltar. Pra nuk mundemi me paraqyku në këtë formë. Unë me një pikë pajtona me ty, që neve na dohen sot për sot individ të cilët e mbajnë presionin ndërkombëtar mbi supet e veta, sepse është shumë e rëndësishme në situatën ku gjendemi ne sot si Kosovë, ta mbajmë presionin ndërkombëtar. E zoti Haradinaj e ka dëshmuar me taksën 100%. Ai ka rrezuar qeverinë, po nuk e ka hek taksën. Visar po thotë që Haradinaj do të ishte një opsion, një zgjedhje më e mirë se Osmani për qenë si lider i vendit, president? Shko, unë e shoh këto në dy këndvështrime. Po? Nëse shohim këndvështrimin e paraqitjeve ndërkombëtare, e tentimit paraqitjes së Kosovës me një formë pak më ndryshe ose më moderne, muj me thonë që është zonja Osmani cila plotëson këtë kriter. Po nëse flasim për paraqitje për presidentë të cilët definitivisht janë stoik, presidentë të cilët nuk qëndrojnë në hije, presidenti i cili nuk edhe mund ta bënte një farë forme unitetin për shkak të asaj që e tha edhe Frashëri, heroizmit të Haradinajve gjatë luftës, besoj që zoti Haradinaj e kish plotësuar këtë kriter. Nëse plotëson Murat Jashari, plotëson edhe zoti Haradinaj. Nuk është diçka që është jo e ndajshme. Po. Frashër, a mendojnë prati që... Po. Ka qenë më mira në nisën që ka funksionu. Një. Me ndërkombëtarët. Ka pas takime më të shpeshta. Ka pas suksese në OKB disa fjallime të saj. Ka bo diçka qëra që të pa ku i mund të rasti për mendimin tim, ku i mund gratë që ishin përdënuara. Edhe mund në OKB. Ta folë me këto gratë, pra. Pra mënyra që ka bo debati ka qenë këtë ndryshe. Një loj këtë ndryshe që s'kemi pa ma here. A kupton? Kështu që unë duhet diçka një vizion tjetër për mendimin tim, Ndërkombëtarisht, Vjosa ka shkëlqyer. Po soi përket kësaj çështjes, Frashër, soi përket kësaj çështjes atë që përmendi Visari, këtë logjikën të ndërlidhjet që bëri, pra nëse mund të jetë Haradinaj apo një Jasharaj, pse mos të ishte ndoshta edhe një prej pjesës luftës siç portretizon pra Haradinaj. A mund të ekzistojë edhe kjo lidhje? Apo ato është kjo deklaratë dua ndalem? Shika, unë thash, politikisht nuk përtonë me Ramushin, nuk mëne që ka qenë një politikanizuar. Surator, jo, është konguls, edhe vetë
në partit vetën, më duket s'ka pas këshilltar vetë si ka shkarku krejt, se ky gjithdijshëm gjithë këngëtari, muzikanti, krejt i ka. Kështu që për mua nuk më vjen mua një që Amerika mund me marrë Trumpi, se Amerika është shteti i madh. Kosova nuk mund me lyt si loja, kupton? Si loja, se është shteti i vogël. Është shumë rrezik me rreziku. Kështu që për mendimin tim, nuk kisha vënë lojën me shtin, se më thënë, me zarë lojën Kosovën, hase nështë ky mund më koni mirë, e di që ka bo gafe disa herë në për televizionin, për gjëra tjera, muzike, gjëra që nuk dine, po pishtim se koni që ke nështë adhes. Qysh me fol me shti Kosovën, e cila ndërkombëtarisht është gati pa njohur, me shtin këtë lojë. Kështu që unë s'kisha si Frashi, ndim jam, nuk kisha hinë këtë rëzik. Absolutisht jura mushin. Po, Visar? Po, me respekti më të madh për ta. Shko, unë pajtona me Frashin që definitivisht Zoti Haradinaj ndoshta në aspektin e përgatitjes politike nuk ngjason me Zonjën Osmani, as me Albin Kurtin, por nuk është e thënë që të tërë të jenë të njëjtë. Ne dim që roli i presidentit në Kosovë është më shumë se dytësor. Pra, ne jemi vend vend parlamentar, ligjet formohen nga parlamenti, udhëheqen nga qeveria. Kështu që presidenti është një farë lloj formaliteti në Republikën e Kosovës. E duke qenë presidenti formalitet, unë po besoj që Zonja Osmani më shumë do t'i bënte punë Kosovës në një dikaster ministror, sesa do t'i bënte punë si presidente. Prandaj e thash, edhe presidenti A bëni pyetje? A bëni vetëm një pyetje? A bëni ndërhy? Po. Është vetëm ta dëgjojmë Frashën. Hajde. Bëni pyetje, ka. Kur të më thuti presidenti i Kosovës është monarkia e Sudisë, është ftyra jashtë ndërkombëtarisht. Nuk është vetëm për Kosovë, vërzëmas, e di që nuk ka rolin e madh. Po ftyra jonë ndërkombëtarisht. Po është besë shqiptare, po është flamuri KQZ. Më ndonë që kjo ka më konë ftyra jonë më mirë prezantimit ndërkombëtarisht në Trueza, në Kombët e Bashkuara. Zoti Haradinaj po menon. Haradinaj më mirë se Osmanin, me sa po kuptot, apo Frash? Se jo, nëse jena pro Murat Jashari, pse mos me kam pro Haradinajt? Frash është kjo pyetje besoj ishte për ty. Jo, a di qysh, Murat, shika, këm pa, këtë analizat 2 orëve që si e diskutuaj, shika, unë nuk e shof ndonjë oratori. Nuk e shoh ndonjë zgjerësi. E shoh një kokë forci që edhe vetë analistët si parti nuk i ka hek vetë. Se kam që i di gjithçka. Po nga mos një njëri i cili në partit vetë i hek krejt, janë në shkallën, i ka thonë, mos këna mërë burë, kjo prapë direkt, mos banë mërë këto i banë. Do, këtë i hek këtë analistat e vetë, këtë njerës të vetë, që i ka këshiltarët e vetë, se është gjithë dishim, di ma mi gjithë shka. Edhe këtë mënyrë, nuk ma mërë menje një kretor shtete që nuk din, as anglisht, as franglisht, nuk ka as një gjuhë. Ore për trim, kush që ja më honë, si demosi, ka qenë trim. Po demosi, të më anglisht nuk e ka ditë, ashtu shtu shkele shka, është baba i kombit, por, shika, mund që tash për vinë, në këto raste ndërkombëtare, mund vinë një presidente, apo president, që ka një uri, që ka kontaktet, që është, në thonë, ftyra jonë. S'ka ma misë mi pas një grup presidente, është të rekoj që jemi shtetë përparimtar, nuk kemi shtetë i izolun, edhe këni një që ka shtu në Amerikë, bë, nuk ka shoh këto të keqe, edhe s'ka buku që të keqe në gjora. Kështu që mi hek diçka që ka pas sukses, me vunë Kosovën eksperiment, kjo është menduria, që si kuptoj ju analistëve, që ta, diçka që ka pas sukses për hekim, për vunë një eksperiment. Edhe me fjallin nështë ta funksional. Unë nuk thash që jam me hek Zonjën Osmani, për kundrazi në fillim thash, nuk besoj që në qëtë situatë, momentalisht, emen të përvetshëm, i cili për mandatin që kishte,
mund të garantoj edhe një mandat tjetër të fuqishëm në prezantimin e Kosovës, nuk kemi. Mirë po, kur vendosen lojrat politike në tavolinë, atëherë, nëse bën një individ edhe një familje, duhet me bë edhe një individ tjetër, edhe një familje tjetër. Të përthu, në hadet që se lujmë bëj gjës, për hekim diçka që është sukses, mëse kje ka pa sukses, pa hajtë se... Unë jam të thonë që të më votu do një Osmani. Nuk do hyva. Partit politike tjera spedojmë edhe, ata për morin zorën për qesë në tavlinë, për morin zorën, edhe taks lujmë zorë me Kosovën, në kohën më të nishëm, për lujmë me zorë. Hajde lujmë blackjack, a kom unë ftyrë po kjerë, a moj ftyrë, a e mi mira jo. Mani mërë, bëri jo analisët të të mi bu këto, mis mi jap këtë me frimarje, e mi rinjallë të më thonë që, po mirë ka posë mi bu këto debate, leni për qëto për lajka, Kosova qëto për arsi. A keni për arsi qëto ka lutë me Kosovën? Po me Kosovën është lutajt të linjetë për krate. Ta mërej të në fund, nuk është pa duhur me lujtë me zarë. Ka funksionu, pse jo, vazhdojmë, nuk është koha duhur. Me sa kuptova, Frosher, Visari për mënoj po e përmend, pra po thot që Osmani do të zgjidhet, dhe është zgjedhja e dur aktualisht, por që nëse propozot Jasharaj, pse mos propozot Haradinaj, ne këtu duam ta shtjellojmë këtë temë, çfarë mendimi kete për këtë? Unë s'mendoj që duhet me nase, duhet partit politike... Duhet të qëndroja ndë Osmani, pra tjetë të ndë zgjedhja Osmani. Unë mendoj kështot, duhet partit politike që kanë hupë, sepse ku hinë gara, hinë që këta kanë pas katastrofë, na me konë matë mirë, këta kanë shkaktu, ka hupë së shtetit duhet që këtë kundër ta, morë një përgjigje. Përgjigje është më shërëgohen rëqëtu si fiku që zdet. Pra përgjigje o marë. Kur ta mërë të këtë përgjigje, vetëm Kosovë do, përmi 51%, edhe me dalë prapë më ko kryneq. Ohore, kjo këto se kuptoj. Atë në Evropë, ka këtë që këtë Evropën, kjo është absurditet, bre. Edhe të unë e vendosi të ashtë më duj që të ashtë e solën. Edhe vënën kushtës, s'ka problem që thojnë këta e dojnë Kosovën, s'ka problem me qitë edhe njëherë Kosovën zgjedhje, me qitë në zarë, me zgjedhë është një president zarë, fënë orë, dërkomtar për në marë, nuk kanë këtë problem këta, nuk kanë këtë problem. Që të është të mirë jam, që këta thojnë që e dojnë Kosovën, të mirë jam me madhe që ta që lujnë me Kosovën. Po, edhe fare në fund, e kam një pyetje Visare dhe Frosher për juve, në rast se shkohen në zgjedhje, pra nuk dakordohen partit lidhur me çështjen e postit presidencial, a qëndroni janë ato mendime, Visara mendon që do të shkojmë në zgjedhje apo jo? Nuk besoj që do të shkojmë në zgjedhje, por edhe se shkojmë në zgjedhje, nuk besoj që lëvizja vetë vendosi fiton përsëri mbi 50%. Frosher e ka një reagim kur flasim për këtë përqindje. Zgjedhjet do të mbahen në prill, ose larg në maj, kështu që Mërgate nuk i ka mbrapa vetës. Unë e shoh pas atyre zgjedhjeve koalicionin mes PDK-s dhe vetëvendosis. Frosher? Atë kujtohet që pa tonë një të kohë, s'ka mi pas vendendosja ta, a mua këtë kohë në debatë që pas, kalzova njëri prej analistë të qindje. Visari nuk pat përmend përqindje. Kur 50? Unë këthom, vetë që këthom 50 plus. Për ty kemi pas po. Pra, këta që si shpresa kanë që mundohen shuka. Problemi është, a di pse u jo 51%, që ti, së përrejmë, befason me analizën tone, 51% kanë japë sepse janë lodhë, ku e bojkoton ti, me kaq pak vota, edhe lunë rolin që du me bojkotu, se unë jem dikushi, pa kollitu në zboj me bo, ti pike kështu me bo, njerës lodhen edhe shkojmë prej natë kundër teje, që nuk është Mërgata ka marrë dhe herë prej natë, jo për diçka tjetër, vetëm prej natë, sepse qëfëse ti e ke marrë përgjigjen një herë, e ke marrë përgjigjen s'dyti, edhe prapë të me shku në zgjedhje, për kokë forcit tonë, qka përpret ti? Qi ke Mërgat ta garantojnë? Ma e manë që për të tëmë. Qi ke Mërgat, pra ke më shku? Edhe pra ke më në televizion të kesh, edhe kime haru që ke thotat të tjerat. Ma e manë. Në përsëri. Edhe do ta përsëris që hera e fundit që lëvizja vetë vendosi ka marrë 50% vota. Edhe herë ka nuk i thoshë është, për regull është, mirë. Regull është. Po, Frosher Visar, me kaq përfundojmë vetë edhe këtë pjesë të
emision të falenderoj të dyve për kohën edhe çdo këto diskutime. Shihemi besoj së shpejti me këto zhvillime të fundit. Faleminderit. Urime vjose, presidente. Shihemi. Faleminderit shumë. Dhe të tashë shikues me kaq do ta përfundojmë edhe emisionin e sotëm të ditës së re.